salah i vitrit, namazi i vitrit është falja e fundit që bëhet në ditje. Do më thënë, mas se e ke fal Yacin, para se me shku me flajt, e fal vitrin. Qysh me fal vitrin? Unë jo mënu me zgjedh një formë që është me bazumja edhe me leta me kuptu me leja në Allahot Azugjel. Besoj që kjo është forma me letë e të kuptumin se qysh me fal vitrin. Unë po mënona shumë shpejt me të regu, për shkak se kom pa që njerëzit nuk po kanë kohë edhe nuk po kanë sabër me dëgju vitet e gjata, por ata po mënona sa ma shkurt me thjeshtësu me leja në Allahot Azugjel. Qysh falet kjo? Thash falet në fund ditës, krejt si falja e fundit e ditës është 3 recate. Na pe kallzojmë formën me 3 recate, nuk po shkojna manina. Mënesh me fal edhe 1, mënesh me fal edhe 5, nuk po shkojna për këto. Na pe tregojna vetëm këtë formën qysh me e fal me 3 recate. Kështu musliman, e merr tekbirin fillestar, edhe i fal 2 rekate normal. Mas 2 rekateve jep selam, pastaj qohesh e fal edhe 1 rekat vetëm, edhe e ban doan. Tash po mënohemi bashkë, edhe pse këto 2 rekatet e para po i ka përcejmë, për shkak se nësi 2 rekate normale që i fal. E merr tekbirin fillestar, Allahu Akbar, edhe i fal 2 rekate qysh i fal normal. Tham, po i ka përcejmë, Allahu Akbar, 2 rekate. Tash, po tham se jam në ullin e fundit. Në ullin e fundit, 2 rekateve. I kina fal 2 rekate, e të khijatin, salavatet, duan, edhe jep selam. Në tjath, edhe jep selam të majt. 2 rekate. Kjo është e qartë. Sikur 2 rekate që i falë gjithmonë, për ata nuk pezgatëm këtu. Tash, tham është 3 rekate. Qohesh me falë rekatin e tretë. Ke dhanë selam në ndjath, ke dhanë selam në ndmajt. Nëse ki me ba diqka, me pi pak uj, me ka vetë dikush diqka, e ke pa që jetu ju duft dikojna, donë me thanë dikojna diqka, as i ke kry këtë 2 rekate, më nësh me thanë dikojna, më nësh me thanë fëmijët tanë diqka, nuk ka problem. Me folë, do më thanë, në mes këtyne 2 rekateve dhe rekatit tretë. Do thani, ka 3 rekate, i falë 2 rekate, jep selam, edhe qohesh me falë rekatin e tretë. Rekati i tretë është, që me thanë, maj komplikumi, nuk është i komplikumi, po është maj komplikumi, për shkak se në ta, është mirë me e ba dhe doan. Qohesh me falë rekatin e tretë. Tash i kena kry 2 rekate, rekatin e tretë. E merr tekbirin fillestar, Allahu Akbar, i lidh dhurt, i lexon ato që ka i lexon gjithmonë sale, se në rekatin e parë që i ke lexu, kur i falet 2 rekate, tani e ban rukun. Do më thanë, e ban rukun, pas rukus, kur qohesh për rukus, semi Allahu limen hamide, këtu mënesh me ba doan. Në qofë se din këtë doa, në qofë se nuk e din, lejohet e fal pa doa, i fal 3 rekate, i fal 2 rekate, jep selam, e fal 1 rekat, i jep selam, edhe jenë në regull, e ke fal vitrin. Dikush mund me thonë, lejohet më fal edhe 1 rekat. E dina që lejohet me fal edhe 1 rekat. Je i lodhën, nuk ki ko, e fal 1 rekat. Je në udhtim, e fal 1 rekat. Je të shpia, po je i lodhën, donë me fal 1 rekat, lejohet. Na jem të folë për formën 3 rekate. I fal 2 rekate, jep selam, pasi që pe i rukus, këtu e ban doan. Ta shune po mënona me të regu formën se qyshe ban doan. Pas rukus, i drejton duart edhe ban doan. Ta shpe bajna doan për me kanë me alet me mësu për juve me leja në Allahot, Azza wa Jall. Thu, Allahumma hadini fi men hadejt, wa afini fi men afejt, wa tawallani fi men tawallajt, wa barik li fi ma atajt, wa qini sharra ma qadajt, fa innaka taqdi wa la yuqda alejk. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Kjo është doaja. Do më thënë, e thu këtë doa, pasi që e ke thënë këtë doa, je qupi rukus, e ke thënë doan, ta shtu Allahu Akbar edhe bjen drejt në sejde. E qartë, je ka në ruku, edhe njerë, je ka në ruku, semi Allahu liman hamide, e ban doan, edhe si u kry lutja, thu Allahu Akbar, edhe shkon në sejde. Drejt. E ban në sejde, pasaj ullën e mesme, pasaj sejden e dytë, Subhanu Rabbil Ala, Subhanu Rabbil Ala, Subhanu Rabbil Ala, Allahu Akbar,
e tahiyatin, salavatet, duan edhe jep selam. Kaq. Shkortë njerë, i fal normal 2 rekate. Kajtë normal, qysh i fal normal 2 rekate, gjithmonë. Pastaj qohesh e fal 1 rekat vetëm. Edhe bjen në ruku. Kur të kryen rukun, qohesh për rukus e ban doan. Në qofë se ke harru doan, në qofë se ban sejdën e harresës në rregull, në qofë se ke ba, mos u mërzit. Nuk është obligim doaja. Në qofë se nuk i ko, jenë në tim, po ki qef me fal vitrin. Mirë po, për doa, janë këtë të prit, familja, ftaft, e len, nuk e ban doan, nuk ka të keqen ta. Në qofë se e len. E fal, pa doa. E fal 1 rekat, pa doa. Nuk ka të keqe. Mirë po, na jem të fal, e ban doan, pastaj, bjen pej në kam qyshi, bjen sejdë, i ban 2 sejdë dhe jep selam. Po besoj që kjo është forma më e lehtë me kuptu prej muslimanëve. Tash për fona musliman. Unë e di që nëpër xhamia falin në ryshe, e di që shumë xhamia falin në ryshe, e di që ka xhamia që falin në këtë formë që po tregoj unë. Ajo që mu më intereson gjithmonë me gjeç ato që menoj që është më e bazumja, po dhe më e lehta me lejen e Allahut azza xal me kuptu musliman. 2 rekate i fal, qohesh e fal edhe 1 rekat, nëse ban doan mirë, nëse se ban në rregull, e fal 1 rekat komplet, nuk ka pa doa, si gjithmonë 1 rekat jep selam, ma thjesht se që kaq nuk ka, veç adan. Po nëse ban doan, e tregum doan, u mundu me thjeshtësu, krejt besoj që është e qartë me lejen e Allahut azza xal. Por fon po thamë musliman, nëse dikush thot jo kështu, unë ju mundu me zgjedh ata që e falin musliman në Qabe. Je shku në Qabe me bë umrën në Ramadan, i ke fal taravit, mas taravive e ke fal vitrin, në Qabe, në Medine, e falen këtë formë. Por ata ju mundu me zgjedh këtë formë me lejen e Allahut azza xal, që thash, besoj që është prej më të thjeshta që ka mundësi me kuptu musliman. Elusum Allahun azza xal na bëj prej muslimanëve mirë. Allahu azza xal na bëj prej atyre që kur nuk përçahemi mes vete, nuk bëjmë fitnën mes vete, nëse dikush e fal në ryshe në rregull është, e pason ato që ka mësu, nuk bëjnë fitnë, nuk bëjnë probleme, nuk bëjnë telashe, e ke mësu këtë formë, e ban falesh me një xhami ku falin në ryshe, falesh që falin ata, ti e din këta, në rregull është, po ata falin në ryshe, falu me ata, je me imam, falu me ata, mos bë probleme, mos bë telashe, kur mos u bë objekt i fitneve, i telasheve ti. Allahu azza xal na ruajt prej fitneve, prej telashe, prej thashëtanave, kjo nuk është cilësi e muslimanëve. Krejt jem musliman vllazë me lejen e Allahut azza wa xal.